Po si e shef të ardhmen e kësaj krize që është edhe përbotshme, po siç thatë ju, edhe këne është më banale dhe më vulgare. Po, shiko, flasim për botën, se folëm, po kemi një krizë muzikë, kemi një krizë edhe në artet e tjera, vizive, pikturë, edhe në film ka krizë sot. Kudo? Nuk ka. Kudo? Për shkak atëherë që ose kujto ka qenë filmi Herë, që ishte mesazh. Po sigurisht. Po ka një gjë mendon që sot edhe në muzikë, edhe në artet nga ana teknike kanë arritur për sosmëri, por ka vlera, po nuk janë komerciale. Dhe nuk janë të shfaqshme, nuk janë të dukshme, duhet me i gërmu. Duhet me i gërmu, po, edhe kjo është. Problemi është që pse shoqëria nuk ushqehet më me vlera, po ushqehet me antivlera, dhe kjo është një problem i madh. Po tani kjo ka të bëjë me modernitetin. Ka një sociolog i modernitetit që merret, vjen emra si ambos skleroz këtë kohë, domethënë nuk kam filluar me harruar të merrsi shumë. I cili domethënë trajton dhe thotë që moderniteti akoma nuk ka mbaruar. Është gjithmonë është në proces dhe ne nuk e dimë se çfarë do sjellë e ardhmja. Ndoshta e ardhmja do të sjellë një tjetër lloj varianti, sepse moderniteti ka kaluar nga një fazë në një fazë, sigurisht ka ardhur gjithmonë dhe u bë më i keq, për mendimin tim. Ka qenë shumë herë më mirë shoqëria e dikurshme para moderne, ku njerëzit kishin afrimitet me njëri tjetrin, kishin vllazëri, jetojshin në komunitet, kishin vlerat. Sigurisht ka pas problemet e veta, por nuk ka këtë lloj çmendurie, marramendje, këtë lloj, nuk jemi më human. Njeriu ka humbë, ke dyfishohen numri i çrregullimeve psikike çdo 4 vjet në manualet e psikologjisë. Tani ç'a ndodh? Mund ndodh që në këtë ritëm, në këtë këtë lloj progresioni drejt shkatrimit që e shohun, vjen një moment që shoqëria mund dalë dhe mund jetë çelësi për të prodhuar një stabilitet të ri. Se ajo që e karakterizon modernitetin është transformimi i vazhdueshëm, që do thotë tranzicion i përhershëm, permanent. Dhe ky tranzicion çfarë bën? Nuk lën mundësinë që ndërtosh strukturë shoqërore, ndërtosh komunitet, ndërtosh stabilitet, ndërtosh diçka të qëndrueshme. Sepse ndërkohë që ti ka ardhur gjë e re, ka ardhur gjë e re, ka ardhur gjë e re dhe ti je gjithmonë në ndryshim. Ndoshta mund vi një moment ku shoqëria krijon stagnacionin e vet dhe kjo i lën kohë shoqërisë ta absorbojë gjithçka dhe të prodhojë vlerat e reja. Dhe unë besoj që shoqëria ka mjetet, mekanizmat e veta si ekosistemi, e ka vënë Zoti në mënyrë të tillë që gjonat rregullojnë vetveten. Duhet vetëm me elon, me apre rrugën të keqes që vepron vazhdimisht. Dhe nëse ne e stopojmë për moment këtë ritëm zhvillimi, këtë progres regresiv mendojnë që ka shoqëria, ajo do të di vetë shoqëria ta luftojë smundjen, ta shërojë atë dhe të prodhojë një shoqëri të re. Ka shumë bugësi ekosistemi. E njëjta gjë. Megjithatë kjo është gjithmonë futuriste, domethënë mendosh se çfarë do ndodh. Shqipëria ka për detyrë mendojnë që të ketë, domethënë unë mendoj, domethënë fataliteti jonë është i tillë që ne le të vujmë si smundjet e tjera, si vendet e tjera. Pra le të vujmë ato smundje, po të paktën mos kemi plus tonat që janë shumë më të rënda se sa. Bëjnë më të rënda dhe dalin nga se ne çdo gjë kemi, edhe kur duam u bë si të tjerë, bëhemi vetë pri, atë kalojmë të tjerë. Duam të jemi të parë dhe në të keqet, të parë. Nuk rrujmë karakterin natyrën tonë si puna. Unë jam konservator për natyrë dhe për bindje dhe mendoj që konservatorizmi në thelb nuk është diçka që e pengon të rënd dhe ndryshimin, por e merr me masë dhe me kujdes dhe me frikë, se mos ajo e reja mund të na shkatërrojë atë që kemi.